Ka të tjerë të cilët thonë se Kemal Ataturku ishte shqiptar. Ka libra, shkrime, studime nga historian Beqirmeta, Arben, Puto dhe të ngjashëm që shkruajnë se Selaniku me rrethin atë botë ishte i banuar më së shumti me shqiptar, ku Mustafa Kemali kishte një afërsi të madhe me Fethi Okjarin, një personalitet i shquar i atëhershëm i Selanikut, e që në fakt ky Okjari ishte shqiptar me bab e nan. Ka historian turq që thonë se jo babai e Ataturkut, por vetëm nëna e Ataturkut mund të ketë pasur rrënjë shqiptare. Megjithatë, edhe kjo teori mbetet e paprovuar mbase edhe në dokumentacionin dhe arkivat osmane. Mendimi im që në start e them se është shumë vështirë të verifikohet prejardhja etnike e një personaliteti të shquar që ka jetuar në kohën e perandorisë osmane. Sepse, si thash, mbi emrat nuk i kam pas, por janë shquar në bazë të në emën të babait të tij, sikur ky Mustafa i biri i Aliut, Aliu i biri i këtij, sikur në arabisht ibn, an, dhe në fund përmendet vendlindja ku ka linden, apo ku ka jetuar, apo sipas një profesioni. Bazuar në këtë rregull strikt historik të kohës së perandorisë osmane, është shumë vështirë të vërtetohet prejardhja shqiptare e Kemal Ataturkut. Edhe jo, ndoshta më shumë se unë të interesuarit, keni has në lloj shkrimi, jo i Prishtinës, jo i Tetovës, jo i Bilaqit, të Preshevës, jo atje Kakavaja, jo Kashkumbini, jo i Selanikut, por teoritë të cilat flasin rreth kësaj janë ose shpërfaqe një entuziazmi që të përvecohet një personalitet i cili e ka bërë Turqien moderne, e në këtë grupë më shumë janë këta me frym sekularistët i quaj, se këtyre shka janë me predispozita konservatore islame, edhe me javë qitë në takom, edhe me javë shtin kulet nuk e pranojnë, se ka qenë një anti-islamist si pas tyre, dhe grupa e dytë që thonë se ka qenë me prejardhje shqiptare, është ajo e cila i merë për bazë shkollimin, ka pak e ka njohur gjuhën shqipe, ka ingjizime kur flet në gjuhën shqipe, dhe për shkak se është shkolluar në manastir, në Bitolin, siç e quajnë maqedonasët. Këto do të bëj patjetër një sqarim. E kam thonë edhe përpara, kultura është tërësia e entiteteve, elementeve, të cilat një entitet, një etni e dallojnë nga një etni tjetër. Gjuha, pritjet në deka, darsmat, mënyrat e ushqyerit, mënyra e pritjes së musafirit, e përcjelljes së musafirit, mbase mënyra e të menduarit, mënyra e shfaqjes së tij në vende publike, ruajtja e pronës publike, ruajtja e pronës private, dallimet mes kësaj dhe kësaj, si tërsi këto elemente e përbëjnë atë që quhet kulturë. Kultura është ajo që e dallon një popull, një këmbë prej etnisë, popullit a kombit tjetër. Megjithatë, përtej kulturës ekziston diçka që quhet qytetnim, civilizim. Çfarë është civilizimi? Janë dy definicione, dy përkufizime kryesore. Një thotë se civilizimi përtej të qenurit kulturë, më shumë në ato kuptimin ideor, ideal, civilizimi është edhe e arritura teknologjike, dhe kjo është përkufizimi më i dopt i mundshëm, por qytetnimi është tërësia e kulturave të ndryshme,
të etnive, kombeve dhe popojve të ndryshme që veprojnë, ndërveprojnë, komunikojnë në një pullaz të caktuar. Për shembull, qytetnimi perëndimor thuhet se themelet i ka tek Helenët, tek filozofia greke andej, është zhvilluar pastaj në trollin e Evropës, ka deportue edhe në kontinentin e Amerikës përtej Atlantikut dhe sot udhhiqet nga ajo që quhet inteligjencia, kulturat evropiane të avancuara e sidomos ato anglosaksone, Britania dhe Shëbaja, bazuar në qëtë përkufizim se civilizimi është tërësia e kulturave të ndryshme dhe dominante është aty, apo udhhiqet ky civilizim nga kultura më e fuqishme, dominuese ndaj të gjitha kulturave përbërëse të aty qytetrimi, nxjerrim dy konkluza, se brenda qytetrimit perëndimor ka edhe musliman, janë edhe japonezët, mund të jenë indianët, bile indianët me shumicë, ata për nga regioni ku jetojnë, e ato adetet e tyre të çmendura, me i besu e me i rënë se është dhe lopës kur t'ju mshën shkelëm të rive, janë aziatik, po ajo mendesia intelektuale e tyre, orientimi i tyre është pro-perëndimor në mënyrë ekstreme si ndoshta asnjë kom tjetër në botë. Gjysa e indianëve ka të flasin indisht, shtin fjalë angleze, gjysën e përdorin anglisht, gjysën e përdorin ato gjusha i kanë 5-60 gjuhë indiane. Pra, bazuar në qëta, kuptojmë se qytetërim perëndimor konsiderohet edhe Japonia, nëse i mbështet idet, sistemin e jetës, teknologjisë, kulturës, intelektuales, perëndimore anglosaksone dhe evropiane si e prosperuar e përparuar, dhe në të njëjtën kohë them se brenda qytetrimit që thash dy konkluza, për ti mbijetuar një kulturë qytetrimit, apo agresivitetit, apo globalizmit, apo dhëmve, kthetrave të qytetrimit, kultura kombëtare, etnike e një populli do të avancohet sa më shumë. Pra, raportet proporcionale, apo lidhjet relative, midis kulturës dhe civilizimit janë kontradiktore. Sa më e fortë të jetë kultura e një kombi, aq më pak ndikimi i civilizimit ushtrohet mbi të, dhe sa më e dobët të jetë kultura e një populli, aq më shumë kulturat e tjera në ambrellën e qytetrimit interferojnë në kulturën e një kombi. Për këtë arsye, kur e kam shpjeguar shkurtazi një herë më para, shqiptarët në asnjë mënyrë nuk do të heqin dorë nga themelet e kulturës së vet. Si sekularistët, si islamistët duhet ta ruajnë atë që është tradicionale e tyre. I kam përmend çajtorët, gjelltorët, kafehanet, mënyra e darsmave, e dekave, e pritjeve, e të pamëve, e të veshurit, e pritjes e musafirit, pastaj me vludet, qelimet, mënyra e namazit, e xhamive, krejt këto janë copza të mozaiku të asaj që quhet kulturë shqiptare. Këta menjanë si islamist dhe këta si sekularist, duke i sulmuar qëto në mënyrë të pavedishme, ata e dobësojnë imunitetin e kulturës shqiptare karshi dy drejtimeve që i vinë si uragane nga jashtë. Kultura perëndimore dhe kultura arabe islame. Pra, ta forcosh kulturën tënde nuk do të thotë se ti je në luftë me qytetrimin, jo, përkundrazi, i ndihmon qytetrimit me diçka që është burimore, kulturore e vlefshme, edhe për kultura tjera pjesë të civilizimit. Pra, miq, tek rasti i Kemal Ataturkut është shumë vështirë të dije se çfarë ishte, sepse sidomos Selaniku, por edhe manastiri
Meq edhe manastiri ishin vende që i përkisnin civilizimit Osman, struktura kulturore e etnive dhe popojve që jetonin aty. Në Selanik që shtojnë 77.000 lete jenë konë. Të gjithë kanë ndërvepruar si kultura të pavarura, por që kanë frymue në nqadrën, ambrellën e qytetrimit Osman. Qytetrimi Osman nuk është qytetrim turk, të na, historianët mashtrus, me mendesi slavo-ruso-sërbe komuniste. Perandorin Osmane e cilsojnë, s'pohin ato në pushtuse shliruse, e cilsojnë ose Turqien e tanishme si diçka e perandorisë Osmane e dëmshme për neve e sene këta islamofobat. Perandoria Osmane, sa ka qenë turke, po aq ka qenë shqiptare, po aq ka qenë çerkeze, po aq ka qenë bulgare ta quaj islame, rumune, bosnjake, tatare, arabe, persiane dhe të tjera, sepse fryma e përgjithshme ka qenë perandorake, ndërsa etnit përbërse të kësaj perandoria ndërto ka qenë edhe etnia apo kombi apo populli shqiptar. Shkëputja e shqiptarve nga pjesa e të qenurit pjesë integrale e perandorisë Osmane është kriminalitet. Me pas, s'po thëm legja sana, kjo do të denohet nga të gjithë, dhe të pare do të ngrisin zërin kundër kësaj tendence pikërisht historianët, sepse është kultur 500 vjeçare e dhënjes son për një perandori e cila ka pas thuajse 1/3 e botës në dorë. Manastiri miq dhe Selaniku kanë qenë të këtila. Fryma perandorake, qytetrimore, qytetnuse e perandorisë Osmane me etni të tjera. Është vështirë të vërtetohet. Unë tash strikt mendimi jam në lidhje me prejardhjen shqiptare të Ataturkut dyshoj. Dhe 99% thëmë se nuk ka qenë shqiptar, e 1% javlan që ty në teorive të ndryshme, teoria më e fuqishme dhe versioni më i mbështetur, shkencor, nga shumica e historianëve perëndimor, jo vetëm turq, është se Ataturku ishte me etni turke.